Më 12 dhjetor në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Rreth 30 subjekte politike me rreth 1300 kandidatë janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zëri Amerikës ka filluar një seri intervistash me udhëheqësit e disa prej partive politike. Në një intervistë për programin ton, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, flet për synimet e kësaj partie dhe vështirësitë që ka për shkak të mungesës së kryetarit të saj Ramush Haradinaj, që ndodhet në gjykatën e Hagës. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë, Besim Abazi, zoti Shala thotë se vendosja e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën është kusht edhe për rimëkëmbjen ekonomike të saj. Zoti Shala, partia juaj po hyn në zgjedhjet e 12 dhjetorit, zgjedhje këto të jashtëzakonshme, në një situatë do thosha pak më ndryshe se sa partitë e tjera, me kryetarin e munguar. Apo ju pengon kjo? Po si, duhet jemi sinqert, mungesa e Ramush Haradinajt, kryetarit tonë, dhe besojmë kryeministit tashëm të Kosovës, gjithsesi shprehet kudo të qoftë. Ramushi nuk është vetëm lider politik i Aleancës, po është lider në çdo aspekt, edhe në aspektin organizativ. Po si të qoftë, ne po përpiqemi sa të jetë mundur ta kompenzojmë, gjithsesi ta shfrytëzojmë mungesën e tij për të përçuar një mesazh edhe më të fuqishëm në mungesën e tij. Kemi bërë një koalicion, siç e dini, me listën Dr. Ibrahim Rugova, në krye me Uk Rugovën, të birin e tij, dhe duket që edhe pas prurjeve që i patëm prej deputetëve si Riza Smakaj, Naim Rustema, Dritën Tali, Recep Xhexhi, një prej themeluesve të TK-s, kemi krijuar një koalicion të mirëfillt, një koalitet të ri, i cili jemi të sigurt do shprehet edhe tek votuesi. Dhe cila është oferta juaj për votuesin? Pse ai duhet ju zgjidh tash pikërisht juve? Para se gjithashtu kemi qenë në pozitë mirëfillt në 3 vitet e kaluara. A dini fare mirë që ka pas tek unë, nuk dua ta mirë mas një parti tjetër, por qëndrimi i Aleancës prej fillimit ka qenë fare i qartë që kemi të bëjmë një koalicion të paqëndrueshëm, një qeveri që funksionon, një qeveri e cila nuk ja ka sjell Kosovën të mirën, veç pasi që u bë Kosova shtet, ku siç e dini pritjet e qytetarëve të Kosovës kanë qenë tepër të mëdha. Së dyti sepse kemi personalitete shumë të fuqishme në kuadër të listës, kemi kandidatin përbinjën tonë më të mirë për kryeministrin zotin Ramush Haradinaj, dhe së fundmi kemi një ofertë shumë konkrete sociale dhe ekonomike. Jemi shumë të vetëdijshëm që tash tutje qytetari i Kosovës do ta marrë cilësinë e qytetit e të qeverisjes me kualitetin apo me sasinë, edhe me sasinë e kuletës tij. Nëse ka para, nëse pra familja e tij jeton më mirë se më herët, nëse do të ketë perspektive ekonomike për te dhe për gjithë shoqërinë kosovare, atëherë do të përcaktohet për një parti politike. Temat e mëdha kanë përfunduar. Kosova është bërë shtet, e kemi arritur lirinë që ishte në vitin 1999, tash tutje gjithçka do të matet me ofertën që ja bëjmë qytetarët dhe me cilësitetin e jetës së tij. Dhe cilat janë ato shtyllat kryesore, cilat do ta mbështesni ju përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarit? Shikoni, në çdo shoqëri bazohet në 2 shtylla. Ne mund të kemi 5, 6, 10 shkaku që të jemi kinse më të pasur në ofertën tonë para qytetarëve. Po objektivisht 2 shtylla mbajnë një shtet: sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik. Nëse nuk kemi ligj rend në atë shtet, kote keni, se siguria është nocioni themelor i politikës dhe i shtetit, që nga koha antike deri sot. Nëse keni pasiguri, jo stabilitet, çdo do qoftë që shprehet ajo stabilitet, nuk keni gjasa të thithni investime, nuk keni mundësi të arritni buxhetin, të rritni rrogat, pra nuk keni mundësi fare të mrini në atë stadin e mirëqenies sociale. Sundimi i ligjit jemi sigurt që duhet të së ndërtohet, si në luftimin e korrupsionit, por sundimi i ligjit nuk kupton edhe vendosjen e rend ligjit veri apo kushteshmërinë në veri, respektimin e kushtetutës nga gjithë ne, sepse pam se çfarë ndodhi në muajt e kaluar, dhe thjesht një funksionim të mirëfillt të ligjit gjithandej Kosovës. Kur kjo mbërrihet, atëherë zhvillimi ekonomik është i mundshëm dhe ne mund të arrijmë një rritje, po shpresojmë për 7-8%, e cila do të krijonte një dinamikë të re politike dhe ekonomike dhe sociale madje në Kosovë. E përmendët edhe ju që sundimi i ligjit do të shtrihet edhe në veri, dhe veri i Kosovës është tema kryesore kur flitet për sundimin e ligjit, sovranitetin e Kosovës e tjerë. Si mendoni ju ta zgjidhni këtë problem? Cilët do të jenë hapat e juaj të parë? Gjithsesi në partneritet me KFOR-in dhe EULEX. Ne keni parë dhe strategjinë për veriun e Kosovës, e cila u miratua në fillim të këtij viti, se ne parimisht e kemi mbështetur, por ne kemi pas problem me mungesën e mekanizmave për zbatimin e tij, sa përket qëllimeve, përmbajtjes, analizës, ne kemi qenë në rregull. Ne jemi të bindur që 2 temat kryesore, sa përket kërcënimit të stabilitetit në Kosovë, veriu dhe korrupsioni, nuk mund të luftohen suksesshëm vetëm prej nesh, apo duhet një partneritet, ashtu dhe siç është paraparë në pakun e Ahtisarit, midis Prishtinës zyrtare, midis nesh, EULEX-it dhe KFOR-it. Në këtë mënyrë, hap pas hapi, ne mund të bëjmë ndryshime shumë të rëndësishme në veri. Mendoj që gjendja e veri parimisht është e ndryshueshme. Shikoni, 2 vjet më parë, kush kishte mund të paramendoj që decentralizimi në këto pjesë të Kosovës, sa i përket
popullatës serbe do të realizohet në këtë mënyrë. Kështu që dhe Veriu, pas gjithë këtyre zhvillimeve në këtë vit, sidomos pas vendimit të GND-s të 22 korikut, është temë e tjetër karakteri. Deri me 22 korik, objektivisht ka ekzistuar rreziku, sepse Serbia e përçonte këtë mesazh, ose të shkëmbimit territoreve, ose të fitimit të një statusi të veçantë për verinë e Kosovës. Mendoj që tash ky rrezik është lënë anash, për tutje ne duhet të punojmë shumë më tepër për integrimin e Veriut. A përjashtohet Beogradin këtë mes, kam parasysh faktin se pas zgjedhjeve Kosova duhet të hyjë në bisedime me Beogradin, a duhet të jetë edhe Veriu pjesë e këtyre bisedimeve? Jo si territor, jo si problem politik, Veriu mund të jetë temë bisedime në kuadër të implementimit të Pakos Ahtisarit, si në segmentin trashëgimisë kulturore, ashtu edhe të decentralizimit, por asesi jo si temë politike, jo si çështje statusore. Integriteti territorial i Kosovës është definuar me Pakon Ahtisarit dhe ne bisedimet me Beogradit veç mas pas 22 korikut dhe veç mas pas rezolutës Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s i shohim pikërisht si bisedime, siç inisoi fillimisht kujtohet nga zonja Ashton si bisedime për krimin e fqinjësisë së mirë midis dy shteteve që pretendojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dhe është vendi i gatshëm për një gjë të tillë. E ne ju të gatshëm për një gjë të tillë. Mendoj që po. Mendoj që ne duhet të bisedojmë me fqinjet, me të gjithë fqinjet i kemi raporte shumë të mira, sepse ky me të vërtetë është kriter pa cilën nuk bën nëse ne dëshirojmë në paktin NATO të hyjmë. Ju dini që nëse nuk i keni raportet e rregulluara me fqinjet, ju nuk mund ta ndrojnë të hyjnë në paktin NATO, kështu që ne duhet ta kemi si fuqi lëvizëse të gjithë politikanët e Kosovës pikërisht integrimin në Bashkimin Evropian dhe hyrjen në paktin NATO. Zoti Shale, është hipotetike, por krejt natyrshëm në prag të zgjedhjeve shtrohet çështja me kë do të hyni në koalicione të mundshme të ardhshme. Cilët mund të jenë partnerët tuaj të mundshëm? Edhe nëse fitojmë natyrisht për shkak të sistemit politik të zgjedhor që ka Kosova, ju detyroheni të keni partneritet. Sa përket koalicioneve me komitete pakica të domosdoshme, si me komitetin serb ashtu edhe me komitete tjera, ndërsa se përket skenës politike të vendit ne nuk e shefim afërsinë tonë me partitë si mora, nëse mund të them, apo me partitë që janë po ashtu të qendrës së djathtë, para se gjithashtu me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe përjashtojnë të tjerët? Absolutisht, absolutisht. Ne kemi qenë shumë qartë sa përket çeverisë së keqe që ka ndodhur në 30 e kaluar dhe kjo duhet të sanksionohet. A mos është pak tepër i ngurtë ky qendrim, kam parasysh faktin që ju keni përsëritur që nuk jeni me PD-n. Çka nëse elektorati, votuesit e imponojnë gjë të tilla? A mos është pak qendrim tepër i ngurtë kë? Mendoj që është qendrim parimor. Do të thonë nuk është ky e dini fare mirë, ky nuk është qendrimi 3 javëve të fundit. Ky është qendrimi 3 viteve të fundit. Prej fillimit pse është bërë kjo qeveri, ne kemi pas dyshimet tona, inicialisht dyshimet, pastaj edhe vlerësimet, analizat sa dolën sakta fatkeqësisht edhe mbas të raporteve të instancave më relevante ndërkombëtare që nuk mund të funksionojë qeveria PDK-LDK. Ashtu edhe doli. Kështu që kemi të bëjmë një qendrim parimor. Ne nuk s'kemi thënë kur që s'bëjmë koalicion me PDK, por kemi thënë që PDK duhet të ndryshojë shumë dhe derisa është kjo PDK me kryeministin Thashin e krye, ne nuk shohim se çfarë ndryshimesh mund të kenë me PDK dhe ne absolutisht nuk shohim mundësinë që të bëjmë koalicion me një parti të tillë e cila është përgjegjësia kryesore për të gjitha dështimet e 3 viteve të fundit. Zoti Shale, ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.